Partia Socialiste ka mbajtur këtë të hënë mbledhjen e parë të grupit kuvendor që zgjati rreth 30 minuta pa praninë e kryesocialistit Edi Rama. Në përfundim të takimit, kritik ndaj partisë së tij ka qenë deputeti Bemblushi, i cili për të disatën herë kërkoi që në Partinë Socialiste të zhvillohen zgjedhje. Ne morëm një vendim para disa muajsh, kongresi do mbahen në janar. Janari mbaroi dhe s'ka kongres. Edhe me keq ta them, po edhe karnavalet e kandidat. Edhe ky kongres i PS-s u bë si fenomen natyror. Si komet, nuk dihet kur do vi, kur do kaloj. Ka kohë të ketë zgjedhje në PS dhe duhet të ketë zgjedhje. Kryetari i Partisë Socialiste, që është kryeministër, është ndoshta i vetmi kryetar partie në botë që ka i mandat 7 vjeçar. Po shkon drejt mandatit përhershëm, nuk ka mandat përhershëm. E në kohën kur koncensioni është fjala më trendi në politik, Blushi ka kërkuar kryesocialistit Rama që të mos e jap me koncensione dhe Partinë Socialiste, duke u referuar emërimeve të delegatëve të Partisë Socialiste në rrethe pas zgjedhje. Një formë e tillë drejtimi koncesionar apo privatizimi të partisë është e papranueshme, sepse në fakt ka kohë ja bëjmë të pyetje vetes, kush qeveris? Rilindja apo PS-ja? Fatkeqësisht ka qeverisur Rilindja, por Rilindja nuk është PS-ja. Dhe Rilindja ka falimentuar. Ka kohë që pushtetin ta marrë PS-ja. PS-ja ka fituar zgjedhjet, koncesionin e zgjedhjeve mori Rilindja. Kjo ka mbaruar, ka mbështypen, ka ardhur koha në kongres t'i themi dhe t'i flasim gjitha. Krahas situatës kritike brenda në Selin Roz, Blushi shehgri edhe situatën politike. Ekonomia është keq, papunësia është rritur, koalicioni jonë nuk është shumë stabil, reforma e drejtësisë po merr drejtimin e duhur akoma. Është domosdoshmë të ketë një parti të ketë mundësi të flasë. I pyetur për zgjedhje të parakohshme, Blushi nuk e sheh të arsyeshme një gjë të tillë, ndërkohë që preferoi të mos komentojë për ndryshime në qeveri apo dhe një kandidim të mundshëm të tij për kreun e Partisë Socialiste. Sa kaq, burime nga mbledhja e grupit parlamentar bën me dije për News 24 se disa deputet kanë kërkuar që të zhvillohen zgjedhje në parti. Nga deputetët është kërkuar angazhim maksimal për programin politik, ndër të paktët që ka shprehur pak kënaqësi në mbledhje ka qenë deputeti i Qarkut të Vlorës Fatmir Toçi, ndaj kolegut Koço Kokdhima. I pyetur nga News 24, deputeti Fatmir Toçi u shpreh se këto janë problematika për të cilat i ka shprehur tashmë rezervat e tij në strukturat e PS-s. Një tjetër shkulje veshi për socialistët në mbledhjen e kësaj të hëne kanë qenë edhe mungesat e deputetëve, të cilëve u është kërkuar që të jenë të pranishëm në seanca komisionesh dhe në parlament.